emisioni Ushqimi dhe Shëndeti me Lindën mundësohet nga Yes Pharma. Miqtemi të dashur, mirë se po takohemi në këtë edicion ku bashkë me mua do t'jetë profesor doktor Florim Cuculi. Mirë se ke ardhur, doktor. Mirë se gjeta, shumë faleminderit për ftesën, Linda. Mirë se gjeti pak kohë që i të dedikohesh jo vetëm mua, po edhe të gjithë shikuesve, na duhen pak informata nga ju patjetër. Faleminderit çdo herë. Po fillojmë kështu së pari me një pyetje pak më klasike. Si kemi punë me zemrën? Në përgjithësi i kemi besoj mirë, por e harrojmë shpesh herë që ndoshta do duhet kujdesim edhe pak më shumë. Tani pasi ka filluar ky vit i ri, jemi në muajin shkurt. Zakonisht festat e fund vitit janë të ngarkuara me shumë ushqim, me më pak aktivitet, me ndoshta edhe më shumë alkool. Tash është koha ku duhet të fillojmë të kujdesemi përsëri. Një sen që mua më lën përshtypje çdo herë kur i krahasoj shqiptarët me zvicranët, është që ne ecim më pak se zvicranët. Kur i pyesëm, domethënë ecja klasike, Ecja klasike, lëvizja. Kur i pyes për shembull zvicranët, ata çdo herë 95% të pacientëve zvicranë që kanë 80 vjet e më shumë thonë ec çdo ditë 5 kilometra, 7 kilometra, 8 kilometra. Kur i pyet njerëzit tanë, edhe kur janë gjallë vjeçar, ata ecin shumë pak. Edhe kjo është arsye që zvicranët ndoshta jetojnë më gjatë, jetojnë ndoshta edhe më shëndetshëm. E për popullin ton, qoftë këtu apo në diasporë, është shumë e rëndësishme ecja, domethënë me ecjen bëhet edhe zemra më mirë. Atëherë sipas statistikave juve që i keni sipas përvojës tuaj, a keni më shumë pacienta shqiptar apo internacional, pitem, nuk po shive është pyetje shumë me vend, sepse pacientët në Zvicër shpesh herë kur i krahasojnë shqiptarët edhe zvicranët, mosha e pacientëve është e ndryshme. Pacientët zvicranë janë zakonisht mesatarisht pak më të vjetër, kurse shqiptarët janë pak më të ri. Më të ri janë sepse edhe shpesh herë ndoshta kjo ka dhe shkaqe gjenetike, edhe sigurisht ka dim regione. Sa mund të shkaktoj gjenetika, sa përqind mund të ndikoj? Dhe a mund t'ja ndrojmë rrugën? Varet tani e kështu. Sa përqind nuk mund të them sepse varet nga cila smundje, edhe nga varet për çka bëhet fjalë. Po për shembull, ajo pyetja mund t'ja ndrojmë rrugën e gjenetikën, për momentin ne nuk mund ta influencojmë. Po shpesh nuk është vetëm gjenetika, por edhe faktore tjerë. E ne kur e din që e ki gjenetikën, domethënë kur e din që babi yt ka vdekur me 45 vjet, e ti ki 38 dhe je të pi 2 pako cigare në ditën dhe ki sheqer dhe nuk lëviz, atëherë është e qartë që me eliminimin e këtyre dy faktorëve, ndoshta do ta shtyje atë moshën e eventit të parë, e infarktit të parë, të vinte në moshën 7 vjeçare, kurse tani të vjen në moshën 40 vjeçare, sepse duke pasur gjenetikën e ngarkuar, e ngarkon edhe me faktorë të tjerë. Por gjenetika në përgjithësi, edhe kjo është pyetje që duhet çdo herë t'i bëhet çdo pacienti, a ke në familje një anamnesë të tillë, sepse kjo shpesh herë ta jep diagnozën. Kur e ka pasaj një të afërt familjar ose disa të afërt familjar ka sëmundje të tjera të zemrës, atëherë është shumë e qartë që duhet të shikosh ndoshta pak më mirë dhe ndoshta t'jesh më i kujdesshëm, diagnostik ndoshta pak më agresive, kisha thënë, sepse përndryshe mund të ikin diagnozat. Unë për veti besoj shumë sipas vetë studimeve që i kam bërë, që nëse kemi diçka gjenetike, besoj që mund t'ja ndihmojmë kahjen, negative apo pozitive. Pozitive duke u kujdes, duke marrë masa shumë më herët, e negativja e din që e ki diçka gjenetike dhe nuk kujdesesh fare dhe vazhdon me tëndën. Ajo është shumë e vërtetë dhe unë besoj se këtu kemi edhe një farë mënyrë, një dozë përgjegjësie për veten tonë. Sigurisht. E këtë përgjegjësi duhet ta marrim seriozisht, sepse fundit një smundje ka, sidomos në rrethin tonë, ka dhe implikime sociale, që harrojmë shpesh, sepse kur smuhet për shembull një person, kjo e tangon gjithë familjen. Kur smuhet ai që punon
për shembull mbet barra pastaj vetëm që tjetri person kur vdes njëri prind edhe i ke fëmijët e vegjël, atëherë ti le ti që shkon, po ti le pas vete ndoshta një kaos sepse kush do kujdeset pastaj për ata fëmijë, si do rregullohet? Nuk e kuptoj parimisht momentin që bëhemi prind të jemi pa përgjegjshëm qoftë për kujdesin për veten, në mënyrë që ti stagnojmë disa se këtë nuk e kuptoj, më duket pak shumë egoizëm. Atëherë juve, si keni punë me zemër? Unë personalisht, po të drejtën unë... A bën shikime ajo? Test nuk kam bërë, edhe kjo është diçka që se tani në nëntor do t'i bëj 50 vjet, edhe çdo herë kisha në mendje që po, çdo herë kisha në mendje që me 40 vjet do bëj kontrollet e mëdha, CT, po nuk e kam bërë. Po tani me 50 vjet kjo është mosh pak më delikate dhe kam mendjen të bëj një check-up shumë të thellë për vetveten time. Po tani vetëm do ta gjej mjekun e duhur sepse nuk duhet vetë trajtohem. Vetë problema. E kam menduar shpeshherë, po është sepse nuk je neutral. Edhe në mjeksi frika e tepërt edhe të qenit irracional edhe ajo nuk është e mirë, sepse atëherë bën gjëra që nuk janë të nevojshme. Sepse edhe diagnostika e tepërt edhe ajo ka rreziqet e veta. Domethënë, pranaj të kesh një figurë neutrale që të vlerëson nga një kant total i pavarur vetëm si pacient, kjo është gjë e mirë edhe në fakt me të vërtet jam dokumentuar, por ende nuk e di kujt t'i beson, sepse edhe nuk do të jetë shumë afër. Ai doktor nëse të njeh shumë afër prapë nuk është i njanshëm. Emocionale është pak apo jo. E kështu, na kemi pat, na të kemi gjetë ti duhet të kërkosh. Uraj ta gjesh sa më shpejt. Dhe sipas meje du shumë a herët, që po të jap unë e kështill. Unë veç kam problemet me zemër, ju e dini doktor. Është shumë e vërtet, edhe unë besoj se çdo herë është mirë të bëhet edhe një profilizim i rrezikut, sepse çdo njeri ka nevojë për të njëjtën check-up. Sham një check-up ku e kontrollon ti vetëm gjakun, okay, ajo do ta bësh, mund ta bësh edhe gjithë, po pastaj duhet për të shkuar në detaj duhet një anamnezë mirëfillt me pacientin, edhe anamneza familjare, faktorët e rrezikut, edhe pastaj të shkohet tamam aty ku ka më shumë edhe substancë, sepse të bësh të njëjtin test të gjithë, edhe kjo nuk është e dobishme, se atëherë ndoshta shkakton më shumë dëm se sa benefit për një numër të madh të njerëzve, mendoj. Se vëndi aty ngarkohen pak pacientët dhe fillojnë friga, a ka edhe... Po, për shembull, vetëm si ilustrim, për të shikuar a i ke arteret koronare të ngushtuara, bëhet testi me computer tomografi. E tani, a i testi për zemrën mirë do shofi a ke arteret ngushtuara, a ke kalcium, a ke plak, a duhet marrësh aspirin, a duhet marrësh... Si bëhet ky test me... Tomografi kompjuteristike. Është test shumë i thjeshtë. Nuk ka të bëjë me rezonancë ose diçka. Nuk është rezonancë, është tomografi kompjuteristike që ka pak rrezatim, por rrezatimi është në fakt jo shumë i lartë. Ka. E tani, problemi është që ti në atë testin kur e bën atë CT-n, aty mund të dali jashtë zemrës tani një nyje diku te mushkrit. E tani, kjo nyje e mushkrit mund mos luaj as i faroli, po ty tani të del një nyje te mushkrit, që mund të jetë kancer. Po thonë është kancer në fazë të hershme, nuk guxojmë ta prekim, do ta shohim mas 6 muaj, është rritur. Tani paramendo për atë pacient, ata 6 muaj janë 6 muaj frikë, sepse thot a ka s'ka. Fundit ai do shkojë do ta largojë atë nyjen, sepse do thotë do gjej një kirurg që thotë hajt ta hekim këtë se e kam e frikë. Tani gjatë atij intervenimi që është komplet i panevojshëm sepse ajo nyja ndoshta nuk luan asnjë roli, mund të ndodhë një komplikim. Që për shembull gjatë operimit heqjes asaj nyjes e biopsisë së nyjes ndodhi një komplikim. Edhe pacienti rrin në spital 3 javë, infektohet me një bakteri në spitalit, edhe vdes më në fund nga diçka që as pak nuk kaloi të rol. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme që kur bëhen edhe këta testet, shpeshherë vrehen gjëra që ndoshta nuk luajnë rol. Në mjeksi këta
i quhet për shembull një tumor i tillë quhet incidentalom, veçëm incidenti që ka ndodhur që ke bën një CT për diçka tjetër e ka treguar, po kjo shton shumë punë, por edhe shton shumë frikë te pacienti. Po në anën tjetër edhe mund të jetë shpëtim. Po, është e vërtet, mund të jetë edhe shpëtim, mirë po prandaj duhet të gjykohet fort mirë a ka nevojë të bëhet një gjë e tillë apo jo. Sepse unë edhe çdo herë pacientëve para se bëjmë këtë për zemrën, unë them, e dini çka, kjo mund të krijojë ty rahati në rast se del mirë, po njëkohësisht mund të të krijojë parehati në rast se nuk del mirë. Sepse ti tani qëndrohesh atë ditë prej një njeri normal si jam unë tani pa diagnozë, nuk jam pacient, atë pas atij testi je pacient. Edhe merresh me këtë punë. Tani kjo mund të jetë pozitive, po mund të jetë negative, sepse ndoshta ajo që është zbuluar nuk është shumë e madhe, po për ty bëhet e madhe. Kështu që çdo gjë duhet të peshohet shumë mirë edhe të jetë pacienti i përgatitur mirë për këtë. Por ndonjëherë del që për shembull në CT unë kam pasur pacient ka ardhur vetëm për CT të zemrës, kemi zbuluar kancer mushkëllit, kancer tamam i avancuar. Wow, ai pacient mos e kishin bërë atë CT-n do kish vdekur. Domethënë fakti që atë zbuluam atë kancer ja shpëtoi jetën atij pacienti. Edhe ai është sot ende gjallë, kjo ka tani 4 vjet, edhe është shumë i lumtur, thotë çdo herë kur e takoj thotë doktor, shumë mirë që erdhët ti edhe shpëtove. Po kjo është ndonjëherë edhe ajo që ndoshta ka një fuqi tjetër që na i prishe sapet. Simptomat nuk duhet të neglizhojmë apo jo? Simptomat jo se jo, është shumë e rëndësishme që simptomat ata kur i kemi të ti diskutojmë, por një pjesë e madhe e smundjeve për fat keq edhe nuk bëjnë simptoma. E kjo është ajo e vështira që të zemrës nuk japin simptoma? Po për shembull infarkti shpesh herë nuk ka paralajmërim. Shpesh herë nuk ka paralajmërim sepse ndodh shpesh herë në artere që nuk janë shumë ngushtuara. Po natyrisht kur për shembull kur je i rrezikuar, kur i ke do faktorë rreziku, atëherë mund ta kërkosh në mënyrë aktive që për shembull pastaj po kjo ka vetëm kuptim në rast se ti je i gatshëm të thosh, ok, në rast se kam diçka të rëndë do ndryshoj A, B, C, ushqimin do ta ndryshoj, lëvizjen do ta shtoj, duhanin do ta lej, për hipertensionin do marr medikamente, atëherë ai testi pati shumë kuptim. Por ta bësh vetëm testin, dalish keq te testi, thash, ok, keq që kam e vazhdoj kështu si është, atëherë nuk ka kuptim se atëherë pse e bëre testin. Po mirë, ne veç jemi në moshën 52 vjeçare, sot e kuptova që qenë kemi gjenerat, dhe së shpeti të t'i bëj 50. Kështu që këtë moshë, me çfarë kishe fillu ti, si rekomandoni një kontroll nga tumët e thjeshta? Për ne që, për ata që s'kan problem deri tani me zemër. Tani, detyra kryesore është ajo, kjo është fakt mjekësi primare, i cili do merret me të gjitha organet tjera. Nga spektri i kardiologjisë, unë do kisha thënë që patjetër të bëhet, po këtë do bën edhe mjekësia primare, domethënë patjetër të duhet të shifen a punojnë mirë veshkët, edhe kjo shifet shumë lehtë me vetëm një vlerë që matet e gjaku. E para, e dyta, sigurisht do ishin kontrolluar edhe mëlçia, që po ashtu kontrollohet shumë lehtë, a ka ndonjë shenjë të një, për shembull, ndrasosh dikush mbi peshë, atëherë mund të ketë një hepatit të asociuar me mbi peshën. Edhe pastaj natyrisht edhe një auskultim i zemrës, domethënë dikush që e dëgjon zemrën më shumë se 2 sekonda, më gjatë se 2 sekonda, sepse shpesh i kam drejtur kolegët vetëm pak edhe e lëshon, ndonjëherë duhet pak më shumë kohë edhe koncentrim, që të shihet a ka një zhurmë, sepse ajo mund të jetë indikacion a ka diçka më serioze, edhe pastaj te zemra EKG-ja është shumë domethënëse për disa gjëra është ende gjëra më fantastike që ekzistojnë, për infarktin, edhe për ritmin e zemrës, por EKG-ja nëse del mirë, atëherë nuk do të thotë që ti je mirë. EKG-ja më shumë është retrospektiv se sa prospektiv, përveç situatën e infarktit. Edhe
natyrisht tani edhe kjo nuk është një gjë që është e vështirë për të bërë, një ultrazë i zemrës, po ashtu është diçka e mirë sepse na tregon a është zemra strukturalisht normale. Në rast se aty ka diçka, po jo një valvulë e cila është lehtë që nuk mbyll, sepse ashtu ka shumë, po ka diçka relevante. Ajo shihet në ultra. Aty shihet edhe natyrisht kjo që ndoshta te gjaku që është po ashtu shumë e rëndësishme është kontrolla e yndyrave, e kolesterolit. Aty me shumë rëndësi është LDL-ja, e cila ende është ajo që duhet të fokusohemi më shumëti. Ka edhe vlerat të tjera, ka një vlerë që quhet Lp(a), domethënë LP me A të vogël në klapa, që po ashtu është një farë indikator i rrezikut, po për momentin ne nuk dim çka të bëjmë me atë Lp(a). Domethënë janë ato yndyrna apo? Po është një farë forme të yndyrës që është kur e ke atë lart je më i rrezikuar. Domethënë problemi është po të i rrezikuar dhe pastaj çka do bëjmë? Përsi do ulim LDL-n. Për ta ulur Lp(a) ende nuk ka medikamente. Që ka tani janë medikamente në zhvillim, po për momentin nuk kemi. Kështu që unë shpeshherë nuk e bëj sepse thjesht s'kem çfarë ti bëj. S'kem çka ti bëj. E ndonjëherë bile kolegë më thirrën thotë ti pse se ke bërë këtë Lp(a)? Them pse ta bëj? Po ta ulim në mënyrë më agresive. Them LDL-n e kemi ulur tani është 1.0 për shembull. Çka ti bëj më shumë se aq? Kështu që ndonjëherë mund të bësh edhe teste të cilat ndoshta nuk kanë implikacion për sot, po ndoshta për të ardhmen. Edhe me këtë rrumbullakson, kjo është një gjë që është fort e thjeshtë për një moshë 50 vjeçare. Kryesisht EKG, ultrazë, analizat e gjakut. Po, edhe s'është diçka, edhe s'janë të kushtueshme, edhe të thjeshta. Të thjeshta janë. Tani do fjalë pak për ergometri, për stres testin. Sepse stres testi është Stres testi është ajo makina që lëviz. Te traka, shembull ose te në Zvicër. Po, në Zvicër përdoret shumë bicikleta, sepse zvicranët janë popull që shumë shpesh e përdor bicikletën. Këtu në Kosovë, sa kam pa unë, është më shumë traka. E tani, ai test është shumë i mirë, sepse ka një specifitet shumë të lartë. Domethënë, kur testi del patologjik, atëherë ka diçka. Duhet patjetër të shikohet. Po kur testi del mirë, atëherë edhe ai nuk është domethënës. Sepse nuk nga garanton asgjë. Është diçka që shpesh herë njerëzit shembull më herët edhe te ne kur i kemi kontrolluar pacientin duke më thonë shumë mirë je. Edhe ai të nesër mund të ketë vdekur, sepse nuk e ke, domethënë ka ikur diagnoza, sepse sensitiviteti nuk është i lartë i testit, është vetëm 50%. 50% është shumë pak për një test mjekësor, por është test i mirë që mund ta bësh sepse në rast se ka diçka shumë relevante, shpeshherë ai test del i dyshimt, edhe atëherë duhet të shikohet më tuqi. Po ky është ajo. E çka më pas? Më pas në rast se shkohet për shembull në smundjen koronare, të arterëve ngushtuar, atëherë është CT-ja sot. Në rast se shkohet në për shembull për popullatën tonë, një smundje e cila është shumë pak e kontrolluar dhe shumë pak e adresuar, është fibrilacioni atrial. Që shpesh vret në EKG në rast se është t'ja shpjegojmë pak shikoj. Aritmia. Po. Domethënë, ajo është shpesh që në rast se e ke për herë shifet në EKG, po ndonjëherë nuk e ke për herë. E ke se ajo fillon në mënyrë që vjen her pas here, largohet, ai quhet paroksizmale, atëherë në gjuhën mjekësore. Ajo është fibrilacioni atrial, në fakt është thuhet që është smundja e civilizimit tonë. Sepse faktorët që e bëjnë atë janë bipesha, hipertensioni, mosha, moslëvizja. E tani ky problemi me fibrilacion atrial është se ai në rast se shkakton simptome ti do ta vresh edhe do merresh me simptome, por ndonjëherë ose shpeshherë nuk shkakton simptome, edhe kur nuk shkakton simptome, kjo është pak problematike sepse ai përsëri mund të jetë i rrezikshëm. Domethënë mund shkaktojë tromb te zemra, edhe që trombi që të shkojë nalt, edhe të mbylli një arterie të trurit apo një arterie tjetër në trup. Kështu që në vendin tonë këtu në Kosovë, Maqedoni, një shkak shumë i rëndësishëm i apopleksit, apo do të piksja, është fibrilacioni atrial.
që shpesh herë ndoshta nuk e neglizhojmë, edhe në spital kur shkon dikush nuk e gjen diagnozën sepse ne ka nuk e ke, po edhe kur bëhet holter këtu zakonisht bëjnë holter për 1 ditë, për 2 ditë që është shumë pak, Për shembull, kur duhet të kërkohet një fibrilacion atrial, ajo aritmia, atëherë shpesh herë duhet spaku 7 ditë të kërkohet, sepse për një kohë ta mbash EKG. E tani ka EKG-ja shumica e EKG-ve janë mërzitshme sepse janë me këta kablat. Mi po tani kanë dalë EKG-ja që janë holtera që janë vetëm me një patch. Domethënë patch atë është një USB stick që vendohet, që nuk janë të mërzitshme për t'i bajt, sepse këtu të ne? Këtu të ne nuk besoj që ka, po tani pas këtij emisioni do ketë sigurisht. Atëherë bëjmë thirrje, se me të vërtetë janë të bezdishme ato kablat. Po janë shumë bezdishme. 24 orë. Po. Disa herë, mirë po janë pak të bezdishme. Po, është ajo vërtet. Po këtu është shpesh herë që duhet mendojmë edhe pak, sepse pacienti i sotit është pacient që pacienti i rehatshëm. Edhe kjo është normale, kjo është sepse jeta jonë në përgjithësi është pak më e rehatshme se si ka qenë jeta e prindërve tanë, për shembull, jeta e gjyshërve tanë që kanë punuar, kanë jetuar fizikisht më shumë, kurse unë besoj tash nuk e kemi shumë të rehatshme, ata kanë qenë më rehat, po më shumë fizikisht, na kundërta. Po, është e vërtetë ajo është, unë e mbaj mend edhe për shembull mami imi ndjerë sa ka punuar fizikisht, e lemo prindët e saj, ku jam rritur unë, çfarë puna ata kanë bërë, ishin bujq me lop, me kuaj, në fush, të korrish, të mbledhish, nuk di çka të bësh, punonin shumë gjithë ditën prej orës 5 mëngjes deri në ora 8-9 mbrëmje. E ata njerëz natyrisht e kanë pasur këtë elementin që u mungon tani njerëzve, sepse tani për gjysmë kilometri e merr makinën. Po, sigurisht. Po, masi veç jemi të këto ngarkesat fizike dhe tash këto ngarkesat tjera, stresit dhe emocionale, cilat na shkaktojnë ma shumë? Që kjo ngarkesa emocionale, domethënë stresi, në fakt, është diçka që është një faktor që është shumë i vështirë për t'u kuantifikuar. Sepse çka është stres, çka mund të jetë stres për ty, ndoshta është stres më i madh për mua, ose ndoshta nuk është stres as pak për ty, e për mua bëhet stres. Në fakt është shumë e rëndësishme se sa distres quhet ajo, shkakton një gjë, një problem. Edhe kjo natyrisht që e afekton shumë shëndetin tonë, sepse pacientët që kanë një stres me të cilët ata nuk ja dalin ta menaxhojnë, sepse kur punon shumë, edhe ti e menaxhon atë punën e shumt, atëherë kjo për ty nuk është stres, kjo ndoshta është energji të punosh edhe të lulëzosh. Po kur e ke ti një punë e cila me të vërtetë emocionalisht harxhon, ose të bën që ti mos kujdesesh më për veten, sepse merresh vetëm edhe me punën, ose nuk e ke gjumin e rehatshëm për shembull. Ose nuk e ke ushqimin e rehatshëm, sepse shkakton atë shumë stres që ti gjithë ditën han çokoladë për ta menaxhuar stresin. Prodhu pak dopaminë që po atëherë është diçka, domethënë atë diçka komplet tjetër dhe unë besoj se çdo njeri nga ne duhet edhe këtu do ta marrë atë përgjegjësinë e duhur që të thotë kjo puna që e kam a është punë për mua, po unë duhet të merrem me diçka tjetër. Kjo ku diun fundi kjo shoqënia që e kam, a është kjo shoqëni për mua, apo është shoqëni e cila më shkatron emocionalisht edhe unë duhet ta lej. Domethënë këtu duhet të merrem më shumë me këtë edhe t'i largojmë këta faktorë stresi, po është përgjegjësia jonë. Edhe duhet ashtu edhe t'i edukojmë fëmijët tanë që të marrin përgjegjësi për veten e tyre. Ekstrasistolat a kanë bëjë njëjtë si aritmia? A kanë lidhje? Ekstrasistolat janë diçka tjetër. Këta janë çdo qelizë e zemrës e ka mundësinë që të krijojë një impuls të zemrës. Sepse zemra funksionon në mënyrën që krijohet një impuls elektrik, i cili pastaj shndërrohet në një zhvillim mekanik, një kurrje, ashtu funksionon zemra. E tani çdo qelizë e zemrës e ka mundësinë të krijojë një impuls elektrik. E këta
Ekstrasistolat janë impulset të cilat krijohen nga qelizat të cilat në fakt duhet të rrinë të qeta, por nuk rrinë edhe krijojnë impulset elektrike. Tani këta ekstrasistolat mund të vinë nga nalt, domethënë nga atriumet, që janë pak më të parrezikshme, ose të vinë nga ventrikuli poshtë nga barkushet, duke thonë në gjuhën shqipe, që janë ndoshta pak më të delikate. E tani, tu mvaret shumë nga këta ekstrasistolet mund të jenë sepse ka një smundje zemra, domethënë mund të ketë ka një varr nga një miokardit më i hershëm, ka një smundje, për shembull, ekstrasistolet që vinë nga ventrikuli i gjathë, nga barkushi i gjathë, janë shpesh herë duhet shikohen a është një smundje ventrikulit gjathë, ka për shembull një smundje pak më të rrallë, që këtu është e rrallë, po për shembull në Itali inferiore, në Lombardi është shumë shpesh, është një smundje që quhet arrhythmogenic right ventricular dysplasia, është ARVC, domethënë atëherë kërkohet diçka e tillë. E tani, ose mund të jetë idiopatike. Idiopatike domethënë që s'kan asnjë farë baze pse lindi, po janë çata qeliza që e zbrapsen kohë pas kohë. Energjinë. Problemi është që ti e din sigurisht edhe vetë që këta ekstrasistolet nuk janë permanent. Ndonjëherë i ke shumë shpesh, ndonjëherë i ke shumë rrallë. Po, sipas me ishin kryesisht nishe, mirë po kishte raste kur ishin dyshe dhe treshe, double dhe triple. Po. Gjatë 24 orëve matjes që e kam bërë. Mirë po, ishte mbi 20%. Kjo ishte edhe me përqindje. Po, kjo është shumë e shpesht, 20% është relativisht e shpesht. Sa është rrezikshme. Shive, nuk është, në fakt, e rrezikshme, shumica e ekstrasistoleve nuk janë të rrezikshme. Edhe për ta parë se sa të rrezikshme janë, duhet të bëhet echokardiografia, nëse echokardiografia është normale. Atëherë shpesh këta nuk janë të rrezikshme, sepse as nuk sugjerohet me një ekokardiografi normale që vinë sepse zemra është e smur, apo as nuk sugjerojnë që shumë ekstrasistole pas kanë smur zemrën, se edhe kjo është e mundur. Por janë të mërzitshme. Ndonjëherë çojnë pi gjumit, Po, janë të mërzitshme edhe për këtë punë, kjo është shumë diçka që varësisht tani nga cili region vinë te zemra, ta ekstrasistolet mund të trajtohen me kateter, domethënë të digjen të largohen, por largimi i tyre nuk është i lehtë. Edhe je shumë e mvarur, a atë ditë kur je në sallë, a do vinë ekstrasistolet apo jo. Ndodh rasti shpesh herë pacienti vjen është përgatitur, shtrihet aty. Atë moment kem që do provohet. Po, sepse bëhet një hartë tridimensionale e zemrës, as hartë elektrike e zemrës, ku shifet se ku është aktiviteti që të shkojnë ta event të digjet. E për shembull në rast se ekstrasistolet atë ditë nuk vinë, edhe kjo ndodh shpesh herë. Shtrihet pacienti edhe s'ka ekstrasistole. Ku nuk ka ekstrasistole, ku shoj dhimbja sa po shkova te mjeku. Po, edhe domethënë nuk mund ta trajtosh. Kështu që ekstrasistolet janë për një ambulant kardiologjike janë biznesi më i fortë, sepse këta janë aq të shpeshta dhe këta pacientë janë ata ndoshta që vuajnë më shumëti. Sepse pacientët me smundje koronare nuk janë që vuajnë. Ata shpesh herë e kanë bërë stentin ose janë tani mirë, nuk e kanë shumë problem. Po këta ekstrasistolet janë pacientë që vinë shpesh herë dhe që mend vetë mundon, unë kisha një pacient e mbaj mend në Zvicër, pacient e Kosovës, ajo kur i kishte aq i ndjente aq keq këta ekstrasistole, që ajo gati për çdo ekstrasistole më bënte një telefonat. E thirrte një doktor, i tregonim ka një ekstrasistole. Që është, po atë me vërtetë e mundonte ajo. Sigurisht fillimet e mia çka po ndodh. Tash jam mësu, si më thani, jam mësu i përjetoj ashtu, po në jo diçka na i përjetim shumë i rënë. Po. Jetoj me to, pa problem për deri tash. Po. Atëherë disa pyetje kështu ndoshta nga nishi deri 10, kush na bën më shumë probleme për zemrën tonë. Po fillojmë nga ushqimi. Sa? Çfarë note e jep? Tani ushqimi i shëndetshëm nuk bën problem as pak, sepse ja, e kam fjalën për ushqimin e keq.
Varet sa I keq është. Unë besoj se këtë ndoshta do ta qartësoj pak. Problemi te ne nuk është, sipas mendimit tim, nuk është shumë cilësia, është edhe ajo problem, cilësia. Cilësia është kohët e fundit shumë. Por ajo që na mbyll neve është sasia. Sepse paramendo, në rast se ti e ke që thua një ditë në javë, unë do haj pak më pashëndetshëm në çat ditë. Po ditë tjera jam I disiplinuar dhe bëj gjithçka që të jetë mirë. Atëherë unë besoj se kjo do të çonte shumë pak peshë. Po problemi është që ti shpesh herë çdo ditë. Edhe çdo ditë ke shumë sasi, edhe kur ke shumë sasi, shpesh herë nuk ke shumë cilësi, kjo shkon bashkë. Edhe për shembull unë bram kam dalur me shok këtu, edhe ai ushqimi që e patëm, që ushqimi që e patëm, ai ishte ndoshta I mirë me cilësi, po shumë ishte sasia. Kështu që por e di që sot unë për shembull për ushqimin mendoj që dieta më e mirë është intermittent fasting. Fasting, po. Tash 6 fasting deri mas dite dikur apo jo. Do më unë bëj fasting, unë mram shamat kam hangër darkë, edhe më tani nuk haj deri në ora 4. Zakonisht haj diçka të vogël edhe pastaj haj dark normale. Ata idenë të gatuj diçka. Po qenë ke fasting. Po edhe këtë ndrohet mendja ndërkohë. Po edhe këtë e bëj rregullisht edhe kjo mua më ka ndihmuar që limo menaxhimin e mbi peshës, po sidomos edhe koncentrimin e mirë. Po, atë desha të pyet, a ke koncentrim kur bën fasting gjatë ditës? Shumë më të mirë. Sigurisht. Shumë më të mirë. Ketonet aty lirohet edhe truni mandej vepron. Është fenomenale se sa, sipas mendimit tim, për shembull për mua çka ka ndryshuar, se sa më ka ndihmuar mua mos haj mëngjes. Domethënë kjo më ka çliruar nga shumë. Unë më para bile maj mend kur hysha në sallë për një intervenim, unë gjersitesha shumë. Nga I ushqimi I mëngjesit, nga ata karbohidratet. Tani kjo më nuk ekziston. Hy në sallë, jam I qetë, punoj një rast, dy, natyrisht kam më shumë eksperiencë. Do me thonë, prej 1 deri në 10 ushqimi keq, sasia shumë e madhe, sa në bëndëm? 10 është pa qetë. Atëherë ngarkesat emocionale? Kjo është, unë kisha thonë 5, sepse më varet shumë nga ajo se si e menaxhon. Aktiviteti fizik? Do më mungesa aktivitet fizik, unë kisha thonë është 9. Është shumë e rëndësishme dhe kjo është pika që ne si popull do të punojmë më shumë ti. Sepse aty kemi deficitin më të madh edhe në mënyrë kulturore, nuk e kemi kulturën e ecjen, e kemi kulturë me nejt bashk, me fol, me knu, me qesh. Po, edhe kultura edhe tek gjyshet në anët, që si ti bojmë 50-60 vjetë, unë jam plak, tash unë jam plak edhe dorëzohem fare. Gjumi, nga 1 deri 10? Te gjumi do kisha cekur diçka që po ashtu është një smundje tepër e pa diskutuar në shoqërinë tonë, është kjo sleep apnea. Apnea është shumë e rëndësishme, sepse kjo është një smundje e cila me të vërtet ka ndikim shumë të madh në pjesën kardiovaskulare. Domethënë, vetëm sasia e gjumit nuk do ta kisha quajtur faktor, sepse ka njerëz që funksionojnë shumë mirë me 5 orë. Sepse më varet edhe sa relaksues është gjumi. Por prezenca e sleep apnea është diçka që e kisha klasifikuar me 9 deri në 10, sepse kjo është me të vërtetë për shëndetin e keq. Apnea, do me thonë gjatë gjumit ndalet frymarrja, po, për disa sekonda dhe ti liron një ankth dhe të zgjon nga gjumi. Të zgjon nga gjumi dhe asnjëherë nuk relaksuesh tamam, nuk I ke ata fazat e thella të gjumit tamam për të pushuar truri edhe trupi. Kjo ndodh kryesisht te persona që janë obez, me sa kam unë informatë. Është e vërtetë, te personat obez shumë e shpesh, po ka shumë edhe persona që nuk janë obez që e kanë këtë. Edhe për këtë duhet ta pyesësh partneren. Edhe e pyet partneren ose partnerin çfarë gjumi bën, edhe a bën pauza gjatë gjumit, që këta pauza që bën pauzë janë 4-5 sekonda, 6 sekonda, nuk hek frym, edhe pastaj merr frym thellë, edhe zgjohesh. Në fakti nuk zgjohesh çdo herë kështu që ti hapish syt, por në fakt në analizë është ndërprerje e gjumit thellë, edhe kjo është aq shumë stres I madh që un kam pacient që kur fillojnë ta trajtojnë, humbin peshë, marrin atë maskën CPAP,
ata janë të çliruar nga ajo që e kanë pasur më herët, thonë, "Ua, sa mirë ndi vetëm, jam I relaksuar, janë më mirë të koncentruar." Sigurisht, si gjumi. Atëherë, për fund, doktor, pasi që qenë ka viti 5 si vjetë, qefi këto daljet me shoqëri në përgjithësi, udhëtimet me familje, me fëmijë, sa janë të mira për shëndetin tonë? Ndikon kjo? Kjo është shumë individuale, sepse varet edhe nga ajo se sa stres apo distres shkaktojnë, po unë do kisha thonë kështu. Ne nuk mundet të funksionojmë 24 orë ose 365 ditë të preokupuar vetëm me sende racionale. Kjo pjesa iracionale, sepse për shembull të bësh një qef është një gjë iracionale. Të vozisësh një makinë shtrenjtë është një gjë iracionale. Por na bën mirë sepse ajo është që na bën pak edhe njerëz. Gabimet që ndoshta I bëjmë, gabimet në thojza që tepron pak me ushqim, që tepron pak me një udhtim që s'do duhet ta bëj në mënyrë më racionale do kish qenë unë tani të jem në Zvicër. Por kjo pjesa iracionale unë besoj se ajo është duhet ta tolerojmë, por ne duhet mundohemi që ta kompenzojmë. Domethënë këtë që e bëjmë si tepër si qef edhe ndoshta kur I shkelim do rregulla që I dim se s'bën t'i shkelim, duhet pastaj t'i kompenzojmë duke thënë okay, po tani unë për vete e bëj që vikendeve jam më I relaksuar, edhe pak më I pakujdesshëm në gjëra, sepse nuk mund të jem si ushtar gjithë vaktin. Por brenda javës e kam kështu tamam, jam si tamam një jetë shumë strukturuar. E them, okay, brenda javës jam I stresuar, I strukturuar në punë, në vikend jam më I relaksuar, po ja lëshoj vetes pak më shumë që të balansohet. Domethënë gjithçka është deri te balanci apo. Po, absolutisht. Atëherë faleminderit shumë. Uroj të takohemi prapë. Ka shumë për smundjet e zemrës të flasim, apo jo? Ka shumë, edhe sigurisht do takohemi përsëri më së volmin kur do festoj 50 vjetorin, po tani nuk e di se ku do ta festoj. Ku atje apo këtu? Unë për zonë nuk e di. Këtu do të jetë, apo me linjën. Unë duhet të flas me nusen time, të Utën, e cila sigurisht do donte që ajo të jetë ndoshta në Zvicër, se thotë ke edhe këtu shumë njerëz, shumë shok. Po atëherë 2? Një javë atje, një javë këtu, pse jo? Më ftuan në një konferencë në Indi edhe u thash, kjo konferenca është më 12-13 nëntorit, edhe thash më vjen shumë keq, po është 6 nëntor kam ditëlindje, ndoshta do bëj një pushim, nuk e di se ende se kam organizuar. O tha tamam, tha do vish, do ta bësh ditëlindje këtu te ne. Lutem ja, thash okay, kështu që ndoshta do jemi në Kerala në Indi, nuk e di. Ende se kam. Për të festuar shumë. Këtu atje në Indi, pse jo? Kur është e pjesa. Atëherë të faleminderit shumë. Faleminderit të Linda për ftesën. Atëherë miqtë e mi të dashur, besoj se u kënaqët me bisedën me doktor Florin Cuculin. Do takohemi sërish në javën që vjen për një temë krejt tjetër. Mirëmbëjtje.